Pyetja tjetër thot: Selam aleikum hoxh, wa aleikum selam. A është e lejuar të agjërohet pas syfit? Po. Vetëm se çështja e niyetit duhet me pas kujdes. Edhe pse niyeti lejohet me bën fillim të Ramazanit. Ditën e parë të Ramazanit po e bën niyet që don me agjëru komplet Ramazan. Ky është niyeti. Edhe nuk ka nevojë me përsërit për çdo ditë. Mirë, po nëse e përsërit s'prish punë. E tash nëse s'kemi pas niyet para prag se kemi me agjëru nesër, ose na ka dalë gjumi syfir, ke i bjen që nuk e kemi bën niyet para sabahit. E niyeti i agjërimit duhet mu bë para sabahit. Nëse s'bëhet para sabahit, s'kemi agjërim. Amo nëse kemi ra me niyet që me agjëru nesër, ose me niyet mu qum syfir, ose na ka dalë gjumi, atëherë s'prish punë, vazhdojmë agjërimin pa problem. Mirë, po nuk duhet më na ik syfyri, sepse syfyri është bereqet. Syfyri është sunet i gjithë pejgamberëve. Syfyri është sunet në cilin janë nxit pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka bereqet sepse është kohë e bereqetshme. Ka bereqet për trupin, për arsye se kur hajmë syfir e përballojmë ma lehtë agjërimin. Ka bereqet për shpirtin, për arsye se është kohë e lutjeve. Ku madhrohet Allahu, edhe e han syfir, po edhe e madhron Allahun, pastaj edhe e fal sabahun me xhamat në xhami ose e fal me kohë.